Unë jam kolonel Vladimir Tafa, me detyrë komandanti i batalionit profesorisë Let në forcën toksore. Tu aktualisht ndodhemi në rajonin servitor Pajet. Në Bizë Pajeti po ndërtohet kompleksi i ri stërvitor sipas modeleve të NATO-s, i cili do të akomodojë deri në 1200 trupa dhe do të ofrojë kushte bashkëkohore për stërvitjen e personelit. Ky investim i ri, sipas ministrit të mbrojtjes Piro Vengu, e shndërron Bizën në një poligon ndërkombëtar të dedikuar të stërvitjes së forcave të armatosura dhe një hap konkret që dëshmon se investimet për rritjen e gatishmërisë, aftësive dhe standardeve janë përparësi e Ministrisë së Mbrojtjes. Ministri ndau një video nga kompleksi i ri stërvitor në rrjetet sociale. Mydeir Tafa, me detyrë komandant i batalionit të Komsorisë së Lehtë në forcën toksore, tha se aktualisht në Bizë Pajeti po krijohen kushtet e nevojshme për akomodimin, ushqimin dhe argëtimin e personelit të forcës toksore gjatë stërvitjes komplekse që do të kryej në rajonin stërvitor të Bizës. Sipas Tafës, është hera e parë që bëhet një investim i tillë në forcat armatosura të Shqipërisë.